në vitin 1976. Gjatë 4 vite kam qenë në grupin e Vallëve, që në vit të parë të shkollës, dhe gjë në vit të parë. Kemi kërcyer me grupin e shkollës në festivale të 4 vite. Edhe Vallet Jugut, edhe Veriut, nga tëra krajina. Me gjithë kolegët që kam në krah. Me Nderimin, Kleantin, edhe me Fahimit. Mbas mbarimit shkollës, ikëm, kjo ishte një kënaqësi për neve, që ishim dhe në grupin e Vallëve, edhe që mbaruam shkollën kryore, edhe në jetën tonë që ishim inspektor pyes andaj nga ishim, punuam me përkushtim më të madh, dham atë maksimumin tonë, gjerë në ditën sotme, që jemi edhe pa punë. Unë jam Nderim Solli, nga Korça, kam mbaruar teknikumin pyjor 72-76 dhe sot mbas 40 vjetësh kemi një takim të gjithë si shok të klasës dhe midis të gjithëve, domethënë ne 4 shokët, kemi qenë në grupin e Vallëve që përfaqësonin shkollën me një fjalë, që kërcemin kryesisht këngët e Veriut me në drejtimin e Skënder Drinit, mos gaboj, Skënder Drinit, dhe merrnim pjesë në konkurrime të ndryshme. E Fahimit Feyzullaj, nga Kuksi, kam qenë edhe unë shok me grupin e Vallëve dhe të katërtit. Për 4 vjetë kemi marrë pjesë në për festivale, koncertet dhe gjë të tjera. Kleanti Mandi, nga Gjirokastra, nga Sheperi i Saporisë, matura e vitit 72-76. Sot, këtu, pas 20 vjetësh, ky takim ishte i veçantë për të gjithë ne, i mbushur me surprizat e viteve. Një pjesë na kishë ngelur Sahati në vitin 1976, pavarësisht se biologjikisht kishim ecur thinjur e burëruar, por sot u ndjem përsëri ata nxënësit e shkollës së 40 viteve më parë, me një shpirt të pastër, me çapëllëqet e viteve të kohës. Shokët e mi tha nëse ishim edhe në grupin e Vallëve, angazhoheshim atje ku mundin dhe sipas prirjeve të gjithë kujt. Ajo është dhe veçanta e ditës sotme se kujtojmë atë pjesë, ato 4 vjetë të shkuara. Më pas në jetë gjithkush krijoi familjet, krijuam atë bagazhin profesional. Pjesa më e madhe punua në pyetje. Një pjesë e vogël u shkëputën nga ky zanat, por të gjithë bashkë ngelëm ata nxënës dhe matura e vitit 1976. Ju uroj që të gjithë me shëndet dhe shpresoj që të bëjmë dhe një takim tjetër, ndoshta për 5 vjet, se 10 vjeçari do ta kemi më pas, është si puna e asaj patentës që sa jetë rinj e merr për një kohë të gjatë dhe pastaj kur plakesh, nuk ta japin më tepër se 5 vjet dhe pastaj hajde uli për 3 vjet. Do ta doja këtë patjetër edhe nga shoqëria dhe shokët, që neve ta bëjmë diku tek 5 vjeçari, se nuk na kushton shumë nga që koha na bie shumë shpejt pranë. Djem uonin mjetet të gjitha, sot i kemi që të gjitha. Kam dhe një uri. Kujtimin e kam për të gjitha ata që nuk ndodhen sot, që do ishte kënaqësia më e madhe për neve që ishim komplet siç ishim në shkollë. Një kujtim për ata. Edhe një urim kam për të gjithë shokët siç janë komplet, për familjet e tyre, për fëmijët, paqen jetë, lumturi kudo që jenë. Jam Pjetër Çikola.